Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Duket se ndonjëherë diploma nuk mjafton, teksa mbi 17.000 persona me arsim të lartë rezultojnë të papunë. Mjeku veteriner nga Vlora, Mario Nesturi, i specializuar në SBA dhe Itali, tregon se edhe të rinjtë e kualifikuar përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në vend. Duket se ndonjëherë diploma nuk mjafton, mbi 17.000 persona me arsim të lartë rezultojnë të papunë. Mjeku veterinar nga Vlora, Mario Nesturi, i specializuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Itali, tregon se edhe të rinjtë e kualifikuar përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në vend. Nesturi ndan edhe eksperiencën e tij jashtë vendit, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku specializua profesionalisht. Ai tregon se u kthye në Shqipëri me besimin se do të kishte më shumë mundësi për të kontribuar, por thotë se pavarësisht vendeve të lira të punës që ekzistojnë, burokracitë dhe problematikat administrative shpesh kthehen në pengesa për punësimin e të rinjve. Unë quhem Mario Nesturi, vi nga qyteti i Vlorës, jam 30 vjeç, kam mbaruar në vitin 2019 studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, master shkencor për mjekësi veterinare. Kam kryer praktikën një internship 5 mujor Erasmus në Universitetin e Milanos për mjekësi veterinare. Dhe më vonë në 2023 kam fituar një bursë studimesh Fulbright, një nga programet më prestigjioze në botë, për të kryer studime në Shtetet e Bashkuara për një master të dytë në shëndet publik. Kjo është edhe përpasoj sepse në Shqipëri nuk ka specializim të mëtejshëm pas mjekësisë veterinare dhe nuk ka një master të dytë që mund të bësh për shembull shëndet publik, siç ka jashtë shtetit për shembull për të njëjtën deg. Si fillim është normale të përjetosh pak cultural shock që quhet kur ndryshon shtetin, që shkon në një shtet tjetër, je larg familjes, je në një kulturë tjetër ndryshe nga ajo e jotja, por me kalimin e kohës përshtatesh dhe stabilizohesh. Ashtu si ndjen një far cultural shock kur shkon jashtë shtetit, pasi ke kaluar një periudhë të gjatë atje dhe je ambientuar në një shoqëri ndryshe, me rregulla ndryshe, ashtu ndjen edhe një cultural shock kur kthehesh në Shqipëri. E njëjta situatë ishte, si fillim mund të them javët e para është ajo shmallja me vendin, me familjen që ke nostalgji kur kthehesh, dhe pastaj është ajo përplasja me realitetin. 30 vjeçari rrëfen se për shkak të burokracive është detyruar të bëjë ankesa deri në kryeministri. Pasi u ktheva nga Shtetet e Bashkuara, tash me një diplomë ekstra, me një formim ekstra, me gjëra që kisha parë që në Shqipëri fatkeqësisht studentët nuk arrin dot t'i mësojnë dhe t'i përjetojnë, që është një fatkeqësi shumë e madhe. Kisha synime më të larta, kuptohet. Megjithatë, sa për të mos ndenjur pa punë, mendova të aplikoja të rikthesha sërish te vendi punës si isha në Shqipëri përpara se të ikja. Atje pata një problem burokratik, pasi me informacionin që kisha kishte vend të lirë pune tek puna ime, por burokracitë që vinin nga Tirana, jo po duhet na vi kërkesë nga Vlora, jo po Vlora thoshte që ne kemi nevojë për punë, Tirana thoshte po duhet të shpallet me DAP të konkuroj për vendin e punës. Vlora u thoshte atyre që ky është një punonjës që ne kemi patur, ka qenë i provuar në punë edhe ka ikur për specializim ekstra, nuk është një punonjës që merret për herë të parë në punë. Gjithë ky ngërç burokratik zgjati diku deri te 3 muaj, derisa u detyrova që kontaktova drejt për së drejti kryeministrin për ta zgjidhur. Jo për t'u ankuar që shikon dua të më gjesh punë, por për t'u ankuar se si funksionojnë burokracitë në Shqipëri. Atëre mund të them se kryeministri u tregua i gatshëm për ta zgjidhur dhe për një periudhë shumë të shpejtë, do ta quaj, ako rekord, mora përgjigje. Megjithatë, u ndjeva pak në siklet kur unë kontaktova nga stafi që vuri në dispozicion kryeministri, sepse u duk si kur kjo gjë bëj, sepse unë kërkoja punë. Atëre, të them drejtën, nuk është se jam naiv. E prisja një situatë të tillë kur të kthesha, po që nuk e prisja deri në këtë far pike. E dija që situata në Shqipëri është e vështirë, e dija që situata në Shqipëri ka shumë burokraci, e dija që situata në Shqipëri funksionon me rekomandime,
por mendoja që me kalimin e kohës gjërat ndryshojnë, mendoja që një diplomë e përfituar në Shtetet e Bashkuara është diçka që të hap shumë dyer, por u përplas me një realitet tjetër, të them drejtë. Atëre, ndoja të citoja një shprehje të kryeministrit, por pak ndryshe. Kryeministri ka thënë që në Shqipëri ka punë, por s'ka profesionist, kurse unë doja thoja që në Shqipëri ka profesionist, por s'ka punë. Këto vështirësi nxjerrin në pa paradoksin e tregut të punës në vend. Nga njëra anë, Mira Biznese raportojnë mungesë të fuqisë punëtore dhe kërkojnë staf, ndërsa nga ana tjetër, shumë të rinj edhe pse të arsimuar dhe të kualifikuar nuk arrin të punësohen. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit, gjatë vitit të kaluar rreth 68.000 individ rezultonin të regjistruar si punkërkues pranë zyrave të punës. Në të njëjtën periudhë, 9.700 biznese shpallën rreth 68.860 vende të lira pune, duke reflektuar kontrastin mes kërkesës së tregut dhe vështirësive që hasin punkërkuesit. Plazhi i Zvërnecit konsiderohet një destinacion ideal për familjet, por vitet e fundit frekuentohet gjithnjë më shumë edhe nga turistët e huaj, të cilët zgjedhin këtë sezon për shqetësinë që ofron dhe për mundësitë për të kaluar disa ditë relaksi me familjen apo miqt. Me një vijë bergëtare të gjatë, rërë të imët, det të cekër dhe të pastër dhe pranpyllit me pisha, plazhi i Zvërnecit konsiderohet një destinacion ideal për familjet, por vitet e fundit është frekuentuar gjithmonë edhe më shumë edhe nga turistët e huaj. Ky plazh mbetet një nga zgjedhjet më të preferuara për pushimet verore, ndërsa dhe çmimet vlerësohen si të përballueshme. Pushuesit të vendase të huaj e zgjedhin këtë zonë edhe për shqetësinë që ofron dhe mundësinë për të kaluar disa ditë relaksi me familjen apo miqt. Megjithatë, ata theksojnë se ka ende vend për përmirësim, sa i përket kryesisht pastërtisë në plazh. Pavarësisht kësaj, Zvërneci mbetet një destinacion i rekomanduar për pushime falë natyrës së bukur dhe atmosferës së qetë. Ne jemi nga Berat. Hera parë që vi këtu. Si po duhet? Shumë bukur. Shumë bukur. Kam qenë një herë në vitet 90 e ca. Edhe kjo është hera e dytë që po vi këtu, po ka shumë ndryshim. Unë nuk jetoj në Shqipëri, kam 30 vite që kam ikur. Ne faktikisht rrim në Radhim, kemi marrë shtëpi me qera në Radhim, por s'u na pëlqen këtu më mirë nga Rëra. Çmimet në çik shtrenjtë duken. Në çik shtrenjtë me që unë flas për çmimet që Këto sa vem kushtojnë ham, qatë? këto 7.000. 7.000 është normale, mendoj. Atje kemi free, e kemi falas, po 7.000 është okej. Jetoj në Gjermani, është edhe tretë që vi këtu dhe më pëlqen shumë. Pse zgjidhni Zvërnecin? Sepse ka rërën të errët, është deti i cekët, kemi ardhur me prindrit që nuk ecin dot në përgura. Uji është në Radhim më i mirë, kurse këtu është hapësira, rëra, e ndjej veten që jam në plazh. Si të duken çmimet? Ka absolutisht si ndryshime? Dëgjoj, në shumë keq. Në të jetosh këtu është me këto rrogat që janë këtu, Zvërnecin është më lirë se andej, po prapë është për mua është e pabesueshme që për mua nuk është e shtrenjtë që ta paguaj, po ta shikosh është shqiptarët ja fusin kot. Çfarë të ka rënë më shumë në sy? Ushimet, jashtë mase, cilësia nuk është aty dhe gjëja që më shqetëson nga të gjitha, plastiket dhe plerat, që akoma nuk e kanë shqiptarët atë edukatën, ja ka dhënë natyra këtë bukuri që nuk e kanë të gjitha shtetet, dhe i shikon plerat në çdo cep dhe më dhëm shpirti kur shikoj një plastike në det. Do të qëndroni gjatë në Zvërnec apo do ta bëni me lëvizje? Jemi dita e 9 sot, jemi dhe nesër këtu dhe pastaj mbarojmë pushimet. Faleminderit shumë. Vetëm për plerat, ju lutem atë të luftoni se më vjen shumë keq. Gjithë bota flet për plastike dhe Shqipëria akoma. Kemi ardhur nga Polonia dhe kemi zgjedhur këtë plazh sot. Më pëlqen, jemi një grup që kemi ardhur së bashku dhe po kalojmë pushime në Shqipëri. Ky është një vend shumë i bukur. Jemi një grup nga Polonia, është kënaqësi të flasësh në mediat shqiptare për pushimet që po kalojmë në Vlorë. Ky plazh është shumë i mirë, ka rërë dhe deti më pëlqen. Jemi prej gati 8 ditësh në Shqipëri dhe veç Vlorës kemi vizituar edhe Tiranën, një qytet që ka avancuar shumë, ndërsa Vlora është një tjetër gjë, e këndshme.
Nuk kisha ardhur më parë këtu, por mendoj se ja vlen. Edhe unë jam nga Polonia, jemi një grup pushuesish që po shijojmë disa ditë në Vlorë. Ky plazh më kujton edhe disa vende afër detit Baltik. Dhe është shumë bukur, ka det të pastër, rërë dhe pranë edhe pemë. Të them të drejtën nuk kisha dëgjuar më parë për Shqipërinë. Në një foto që kisha parë dhe miqtë e mi kur ma sugjeruan. Nuk e mendova 2 herë dhe erdha, më pëlqen klima juaj, njerëzit janë mikpritës dhe ushqimi është shumë i mirë. E rekomandoj për pushime. Plazhi i Zvërnecit është një plazh familjar, por vitet e fundit është kthyer dhe në një destinacion të preferuar edhe për turistët e huaj, të cilët janë nga vende të ndryshme. Me rërën në imët, detin e cekët dhe të pastër dhe afërsinë me pyllin e pishave, ai ofron kushte ideale për të kaluar disa ditë pushimi në qetësi dhe larg zhurmës. Drejtuesi Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë Edvind Ndreu, si dhe drejtuesi Drejtorisë së Kufirit dhe Migracionit Arber Zemani, kanë dalë këtë të hënë në një konferencë për media duke bërë bilancin mujor të Policisë së Vlorës dhe asaj të Kufirit dhe Migracionit për muajin qershor. Drejtuesi Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës Edvind Ndreu si dhe drejtuesi Drejtorisë së Kufirit dhe Migracionit Arber Zemani kanë dalë në një konferencë për media duke bërë bilancin mujor të Policisë së Vlorës dhe asaj të Kufirit dhe Migracionit për muajin qershor. Drejtuesi i Policisë së Qarkut Edvind Ndreu tregon se prioriteti i policisë mbetet garantimi i rendit dhe sigurisë publike. Duke renditur disa nga prioritetet, Ndreu thotë se janë konstatuar 254 vepra penale ku 240 prej tyre janë zbardhur dhe janë evidentuar 280 autor, 42 raste sipas Ndreut më tepër. Ndreu thotë se janë realizuar 5 operacione të Policisë së Vlorës, ku 8 persona janë arrestuar dhe 1 shpallur në kërkim. Sipas Ndreut janë arrestuar 5 shtetas në kërkim dhe janë sekuestruar 10 armë zjarri dhe 700 doza kanabis. Sipas Ndreut ka nisur monitorimi inteligjent i trafikut rrugor. Përgjatë muajit janë vendosur mbi 15 masa administrative me gjobë për kundravajtje të kodit rrugor. Gjatë muajit qershor janë evidentuar 254 vepra penale, prej të cilave janë zbuluar 240 ose 94% e tyre. Për këto vepra penale janë identifikuar 280 autor, nga të cilët 65 janë arrestuar dhe ndaluar, 206 janë proceduar në gjendje të lirë, ndërsa 9 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me të njëjtën periudhë të muajit kaluar, kemi 42 raste më shumë, ndërsa zbulishmëria është në shifra të njëjta, pra me 94%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 5 operacione policore të zhvilluara për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e krimeve kundër personit, kapjen e personave në kërkim me rrezikshmëri të lartë, goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e krimeve ndaj pronës. Gjatë këtyre operacioneve policore janë arrestuar 8 persona, është shpallur në kërkim 1, janë kapur 5 persona në kërkim për vepra penale në fushën e narkotikëve, 2 prej të cilëve në kërkim ndërkombëtar. Konkretisht, operacioni policor Strike 5, kur si rezultat e këtij operacioni u bë mundur goditja një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë në qytetin e Vlorës, ku arrestuan në flagrancë 6 shtetas. U sekuestruan 4 armë zjarri pistolet. Një nga këto shtetas ishte personi shpallur nga Interpol Roma për vepra penale trafikim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në organizatë kriminale. Në fjalën e tij, drejtuesi i Kufirit dhe Migracionit Arber Zemani thotë se janë kontrolluar 1555 mjete lundruese. Zemani thotë se është dhënë ndihmë 31 shtetasve në det, në 8 raste të rrezikimit të jetës në det. Ndërsa sipas tij janë bllokuar 66 mjete lundruese dhe janë vendosur 68 masa administrative. Zemani thotë se janë referuar në prokurori 12 vepra penale. Gjithashtu janë kontrolluar 145 ambiente të hapura dhe të mbyllura për kultivimin e lëndëve narkotike. Në qershor ka pasur evidentimin e 31 shtetasve të huaj migrant të parregullt. Nga shërbimet në jurisdiksionin e DBKM Vlorë është regjistruar një fluks i lartë i mjeteve turistike lundruese në të gjithë vijën bregdetare. Gjithsej janë kontrolluar 1555 mjete lundruese me prezencë intensive në Triport, Sarandë dhe Dërmi. Përgjatë vijës bregdetare nga xhiri i Vlorës deri në Port të Palermo shtrihen rreth 21 xhire natyrore, zona të izoluara dhe të vështira për akses, të cilat kërkojnë kujdes intensiv dhe patrullim të vazhdueshëm nga mjetet detare. Gjatë muajit qershor 2026 janë realizuar 9 raste të dhënies së ndihmës në det, ku janë asistuar gjithsej 31 shtetas, kryesisht të huaj, por edhe shqiptar, si dhe 6 mjete lundruese. Gjatë muajit qershor, vëmendje e veçantë është kushtuar sigurisë detare dhe sigurisë së pushuesve në plazh. Në këtë kuadër, nga njësia policore detare dhe policia kufitare janë bllokuar 66 mjete lundruese, janë vendosur 68 masa administrative me vlerë totale 2.700.000 lekë. Por shkelje të perimetrit të sigurisë në det, mungesës dokumentacioni në bord, mungesës regjistrimit të pronësisë së mjetit brenda afatit,
tejkalim të numrit të lejuar të personave në bord, qëndrim ose lundrim në ujërat e brendshme për te afati 18 mujor, si dhe lundrim pa certifikatën e operatorit turistik. Ndërkohë, vijojnë kontrollet dhe monitorimet intensive në kufirin e gjelbëve dhe në hapësirën detare me qëllim për ndalimin e kalimeve të palishme, trafikimit të qenieve njerëzore, kontrabandës dhe çdo veprimtari tjetër kriminale ndërkufitare, në bashkëpunim të ngushtë me strukturat vendese dhe autoritetet homologe. Të dy drejtuesit ju janë përgjigjur më pas pyetjeve të gazetarëve, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me mbarvajtjen e sezonit turistik, mjetet lundruese, sigurinë detare, trafikun rrugor, zbulueshmërinë e rasteve kriminale. Lidhe me pyetjen tuaj për përdorimin e alkoolit nga shtesët e huaj, kemi pas raste të izolume sporadike, kryesisht në fushën e çarkullimit rrugor. Janë procedu, janë arrestu për drejtim të automjetit në mënyrë pa rregull, kemi pas një rast. Në raste të tjera kemi pas incidente mjaft të vogla, të cilat janë trajtuar ose si konflikt ose me referim në prokurori. Aktualisht në një gjendje normale, mesatare nuk kanë, janë të gjithë të trajnuar efektiv të policisë. Puna e përditshme e policisë kufitare, sidomos në portën e Vlorës për në Seranës, është kontrolli i dokumentave të automjeteve të personave dhe është një punë e përditshme. Edhe gjatë sezonit turistik, pavarësisht se fluksi shtohet, edhe ne kemi marrë masat, kemi shtuar numrin e punonjësve, si për kontrollin në vitin e dytë, si dhe për kontrollin në postet e kontrollit dokumentave, për çdo send të kundërligjshëm, jo vetëm për kalimin e vlerave monetare. Kohët e fundit nuk kemi pasur raste të tilla për sekuestrime të vlerave monetare, por kemi pasur raste të tjera të kontrabandës në fushën e krimit ekonomik kryesisht. Kjo është dalja e parë në Vlorë e dy drejtuesve të strukturave të policisë së qarkut të Vlorë, pas vendimit që drejtuesit në çdo muaj do të dalin në konferencë përmbledhëse. Një prej segmenteve më të rëndësishëm rrugor i qytetit të Vlorës vijon prej disa vitesh të jetë në gjendje të amortizuar. Qytetarë që frekuentojnë rrugën lidhse të Vlorës me fshatin Babicë e Madhe tregojnë se ky segment rrugor është kthyer në shqetësim për ta. Një prej segmenteve më të rëndësishme rrugore të qytetit të Vlorës vijon prej disa vitesh të jetë në gjendje të amortizuar. Sipas banorëve të zonës, rruga që lidh qytetin me fshatin Babicë e Madhe është në të gjithë gjatësinë e saj me gropa. Banorët tregojnë se ky segment rrugor është kthyer në shqetësim për ta, pasi nuk kalojnë dot. Sipas banorëve, aty nuk ka as trotuare, duke i detyruar të kalojnë në rrugë, duke rrezikuar dhe jetën. Për shkak të amortizimit që ka rruga, sipas banorëve, mbyten nga pluri, ndërsa në dimër gropat mbushen me ujë, duke kthyer rrugën në të pakalueshme. Banorët apelojnë për ndërhyrje, teksa shprehen se rehabilitimi i kësaj rruge është tepër i rëndësishëm për ta. Nga kesa madhe shumë, çarkullim ashtu. Rruga është e ngushtë. To janë faktorë, ka ca gropa, s'ka vendon njëri fare. Amortizimi është deksuar, po do i bëjmë se kur do i bëjmë nuk e di. Por e vështirë nuk është se tani njerëzit janë ndërgjegjësuar, e bëjmë ne njerëzit e bëjmë për ditë këtë punë, po një hoj më shumë e ka të vështirë. Po ka nevojë për tabela, ka nevojë për shumë gjëra. Po me të kryetarën e re ma se bën gjë. Në gjendje mavri, gjendje të keqe shumë. Ja, shikojni vetë atje gropat, i fillon ata i mbushën atëherë dhe tani i la për gjysmë, ma uan kom bashkinë ata i la fare, kështu uan kot juve tha, u rrugojmë ne. Ja, shikoni vetë. E kam shumë vështirë ka. Shket shkopi i ka u marova. Kjo rruga këtu njëherë dhe kryqëzimi është shumë e keqe. Dhe ujrat din që andeja, që ujrat ti që andeja, ato e bëjnë të gjithë pakalueshme. S'kam shpresë fare. Ajo ka 2 vjet që bëra kanalizimet e ujit dhe akoma s'është mbuluar. Nuk e di kjo e reja se di se kemi provuar, po me sa duket. Që të vesh deri lart, rrugë e bllokuar me një fjalë. Makina andej, makina këndej. Unë rri aty për shembull, nuk kam ku të kaloj, ku të hedhe shkëmën. Është shumë e vështirë, ja, shikoj që këtu, ja. Që të kalosh, unë do dal te makina tani. Do dal vetveti, u do shkoj te makina. Ja, ku delve ai fëmijë, shikojeni. Ja, fare, absolutisht. Po, e pa diskutueshme, shikojeni fugoni ku ka dal. Tani, ne ankesa për këtë rrugën që na i lan grop jemi ankuar. Edhe s'është vendosur u bazë. Nuk u bë gjë. Po tani, shpesa vdes e fundit, po iku ajo, ka vdek gjithçka. Në qytet po realizohet një projekt i cili konsiston në riveshjen me asfalt të 31 segmenteve rrugore, por deri më tani nuk dihet nëse në këtë projekt përfshihet edhe ky segment rrugor, ku projekti për ujësjellsin e Vlorës e ka amortizuar edhe më tepër.
Bordi i kullimit në Vlorë, një institucion me dyer të mbyllura, ndërsa duket se prej kohësh e ka humbur funksionin e tij në raport me qytetarët. Nuk janë të pakta rastet kur qytetarët që kërkojnë shërbim përballen me të njëjtë përgjigje. Punonjësit ndodhen në terren. Institucionet mbyllin dyert. Kjo është panorama që haset çdo ditë pranë bordit të kullimit në Vlorë, një institucion që duket se prej kohësh ka humbur funksionin e tij në raport me qytetarët. Dyert qëndrojnë të mbyllura, ndërsa çdo qytetar që kërkon të marrë një shërbim apo të raportojë një problematik përballet me të njëjtën përgjigje. Punojësi ndodhen në terren. Megjithatë, ky pretendim ngre pikpyetje. Në një institucion të tillë nuk punojnë vetëm inxhiniera apo punojës të terrenit. Ka edhe staf administrativ i cili duhet të jetë i pranishëm për të pritur qytetarët dhe për të ofruar shërbimet e nevojshme. Por në praktik dyert mbeten të mbyllura dhe askush nuk pret qytetarët. Kjo panoramë është kthyer në rutinë. Prej vitesh bordi i kullimit është zhvendosur në periferi të qytetit. Në një vendodhje jo lehtësisht të aksesueshme, tashmë edhe ata që arrin të gjejnë institucionin përballen me dyert të mbyllura dhe mungesë informacioni. Në hyrje të godinës nuk ka asnjë njoftim që të informojë qytetarët se kur punojësit rikthehen në terrenit, cilat janë oraret e pritjes apo si mund të paraqiten kërkesat dhe ankesat e tyre. Mungesa e këtij informacioni krijon konfuzion dhe detyron qytetarët të rikthehen disa herë pa marrë asnjë përgjigje. Në këto kushte mbetet e paqartë se si mund të komunikojnë qytetarët me institucionin dhe si mund të marrin shërbimet për të cilat ai është krijuar. Të paktën nga panorama e përditshme në hyrje të bordit të kullimit në Vlorë, duket sikur ky institucion ka mbyllur dyert, ndërsa qytetarët janë lënë të presin. Në seancën e sotme të kuvendit, gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjik Nuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria shpreu regatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën. Provat janë dhënë dhe në zgjedhjet e kaluara, për sa i përket rolit të KQZ-s, si dhe në zgjedhjet pjesorë që janë zhvilluar në Shqipëri, ku në të gjitha konstatimet në raportin e Odirit thuhet një fjalë, aty është një kapitull i plot, një paragraf që thekson një element. Zgjedhjet në Shqipëri administrohen në mënyrë profesionale. Pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar integritetin e mjaftueshëm për të përballuar edhe flukset dhe presionet politike për administrimin profesional të zgjedhjeve, që do të thotë ka një profesionalizëm të evidentuar, ka pavarësi të mjaftueshme dhe ka qenë në gjendje që rrallë herë ndodh kur ka presione politike, një institucion të përballojë në mënyrë transparente vendimarrjet duke adresuar shqetësimin e palëve. Dhe jo më kot raporti e thekson këtë. Pra e theksoi administrim profesional i zgjedhjeve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse këto vite është arritur diçka. KQZ-ja zgjer jashtë debatit politik për sa i përket ndikimit në zgjedhje. Pra të paktën kemi shpëtuar një institucion. Se pak herë ndodh në Shqipëri shpëtojnë institucione. Se gjithë institucionet marrin njolla. Në këtë rast, institucioni i zgjedhjeve, për mënyrën si është ndërtuar, fal edhe një reforme konsensuale të vitit 2020, garantoi transparencë të mjaftueshme dhe madje arriti të organizojë edhe një proces shumë të komplikuar votimi, që ishte procesi i votës së diasporës. Dhe për këtë ka marrë vlerësim, pavarësisht problemeve logjistike dhe teknike, sepse afërmendsh për herë të parë zbatimi i një politike të re dhe zbatimi i legjislacionit të ri për sa i përket votës së diasporës, patjetër do të sillte sfida logjistike dhe probleme. Dhe në rezolut i rekomandohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ta përmirësojë këtë eksperiencë të mirë të ngritur mbi zgjedhjet e kaluara apo mbi kapacitetet tashmë të ngritura të KQZ-s. Gjithashtu i mëshohet fort në rezolut teknologjisë. KQZ-ja, të them të drejtën, dhe këtu fal konsensusit politik që arritëm 2020, ka qenë avangard e zbatimit të teknologjive të reja në zgjedhje. Pse? Për të adresuar ato frikrat, ato çështjet që lidheshin me integritetin e zgjedhjeve, nganjëherë të egzageruara, por në fund të fundit të gjithpranuara si çështje politike, siç është identifikimi i zgjedhësve, siç është çështja e numërimit elektronik, pavarësisht se kjo fundit ka rënë viktime paragjykimeve e një histerie, një lloj, unë e quaj shpesh, atë më pëlqen si shprehje, pse mos ta them, një lloj ludizmi modern, pra luftë kundër teknologjisë, aq më tepër që vetë palët kishin kërkuar më shumë teknologji në zgjedhje. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense edhe unë i kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë
elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Me rritjen e temperaturave dhe nisjen e sezonit të pushimeve, mjekët dermatolog apelojnë për kujdes të shtuar ndaj ekspozimit në diell, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së lëkurës gjatë frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Me rritjen e temperaturave dhe nisjen e sezonit të pushimeve, mjekët dermatolog apelojnë për kujdes të shtuar ndaj ekspozimit në diell, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së lëkurës gjatë frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Profesor Dr. Monika Fida, mjeke dermatologe, këshillon që plazhet dhe pishinat të frekuentohen në orët e para të mëngjesit, ku rrezatimi ultraviolet është më i ulët. Jemi në sezonin e verës, ku frekuentimi i plazheve dhe pishinave është periudhën më të lartë të mundshme. Mesazhi që ne si mjek dermatolog japim është që ne duhet frekuentojmë plazhet dhe pishinat në orët e para të mëngjesit, ku ekspozimi në rrezatimin ultraviolet është më i vogël. Por dhe ky ekspozim është i dëmshëm për lëkurën dhe ne duhet jemi gjithmonë të mbrojtur me kremra ose solucionet të blera në farmaci me faktor të lartë mbrojtës. Dhe faktori mbrojtës duhet të jetë 30 deri në 50+. Nga ana tjetër, rekomandohet veshja e bluzave të lehta në ngjyra të çelta, kapele dhe syze për të realizuar një mbrojtje sa më të lartë. Sipas profesor doktor Fida, mosha pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur, flok bjond, janë më të rrezikuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet, ndërsa shton. Personat që janë më të riskuar për të djegur nga dielli janë moshat pediatrike, personat që kanë lëkurë të çelur, flok bjond, dhe këto janë më të riskuar për të patur dëmtime në lëkurë më të larta nga rrezatimi ultraviolet. Referuar ekspozimit përpara se të shkojmë në plazh, pra nxirjeve artificiale nëpërmjet makinerive artificiale ose solarëve, është një gabim shumë i madh. Kjo do thotë që nuk rekomandohet që ne të nxihemi paraprakisht në këto makineri dhe pastaj të frekuentojmë plazhet e pishinat. Mesazh tjetër shumë i rëndësishëm është që të kontrollojmë nishanet dhe lezionet e dyshimta në lëkurë përpara frekuentimit të plazheve dhe pishinave. Pra, t'i drejtohemi mjekëve dermatolog për të bërë një kontroll të lëkurës tonë përpara se të frekuentojmë plazhet e pishinat. Në këtë mënyrë, ne mund të detektojmë sa më herët kancerin e lëkurës ose melanomën dhe nuk riskojmë jetën tonë ose të familjarëve tanë. Bluzat e bardha bëjnë apel për vizita tek mjeku dermatolog për të kryer një kontroll të plotë të lëkurës. Në këtë mënyrë, sipas tyre, mund të zbulohet në fazat e hershme dhe kanceri i lëkurës ose melanoma, duke rritur ndjeshëm mundësinë e trajtimit dhe duke mbrojtur shëndetin e pacientëve. Një 43 vjeçar ka rënë në prangat e policisë dhe 3 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë pas një konflikti ku dhunua me sende të forta pronari një biznesi që jepte bicikleta me qera në Sarandë. Një konflikt i ashpër ka ndodhur në parkimin e Syrit të Kaltër në Sarandë, ku disa persona kanë dhunuar me sende të forta administratorin e një biznesi që jep bicikleta me qera, shkak është bërë humbja e një çelësi dhe kur administratori ka kërkuar klientit që të paguajë dëmin, ai e ka goditur me sende të forta duke i shkaktuar fraktura. 27 vjeçari i dhunuar është jashtë rrezikut. Lidhur me ngjarjen, policia ka njoftuar se ka arrestuar një 43 vjeçar, ndërkohë që janë proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe 3 persona të tjerë të përfshirë në konflikt. Sipas policisë, nga hetimet dyshohet se në konflikt janë përfshirë edhe një 45 vjeçar dhe një 20 vjeçar. Në përfundim të veprimeve të para hetimore, 43 vjeçari banues në Kamës u arrestua në flagrancë për veprat penale, plagosje e rënë me dashje dhe prishje e qetësisë publike. Policia shton në njoftimin e saj se shtetasi 45 vjeçar banues në Kamës, 20 vjeçari banues në Dërmi dhe 27 vjeçari banues në Delvin, administratori subjektit janë proceduar në gjendje të lirë për veprat penale, plagosje lehtë me dashje dhe prishje e qetësisë publike. Një aksident automobilistik ka ndodhur në orët e mëngjesit të sotëm në aksin Lushnjë-Rogozhin, e plagosur rënd ka mbetur Bajame Ramazani, rreth 75 vjeç, e cila ishte duke kaluar në këmbë trafikndarëse në autostradës, kur u përplas nga automjeti tip Foristrad.
Aksidenti rënd në autostradën Lushnjë Rogozhin plagoset rënd një 75 vjeçare. Një aksidenti rënd është regjistruar në autostradën Lushnjë Rogozhin në fshatin Zham sektor, ku një automjet tip Forestrat ka përplasur një 75 vjeçare që po kalonte autostradën. Sipas të dhënave paraprake, Bajame Ramazani po kalonte rrugën për të shkuar drejt tokave bujqësore, vetëm rreth 50 metra larg një mbikalimi. Si pasojë e përplasjes së fortë, e moshuara u transportua në gjendje kritike në spitalin e Lushnjës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia rrugore ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, ndërsa drejtuesi i automjetit është shoqëruar për veprimet të mëtejshme procedurale. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë mirupafshim.